Në një ndeshje të mbushur me momente të paharrueshme dhe eroj të shumt, nga goli çmendur i Acerbi te sakrifica e Thuram me zemra e Lautaros, për shumë kënd protagonisti absolut i spektaklit epik mes Interit dhe Barcelonës ishte vetëm një, Jan Sommer. Portieri 36 vjeçar zviceran krijoi një sërpritje spektakolare që i hapën Interit rrugën drejt finales në Muni. Ajo më e bujshme në fund të ndeshjes ndaj goditjes së Lamine Yamal, duke lënë pa fjalë gjithë San Siron. Një tjetër pritje pabesueshme erdhi dhe ndaj Eric Garcias në një situatë me portën thuajse bosh. Për Marka, këto janë ndërhyrje që nëse finalja përfundon me fitoren e Interit, mund t'i hapin rrugën drejt një ëndër të papritur. Topi i art për Jan Sommer. Në një vit pa favorit të qartë, pyet gazeta spanjolle, a ka ardhur momenti që një portier të rrëmbejë çmimin më të madh individual? Deri më tani vetëm legjenda sovietike Lev Yashin ka fituar top në art si portier. Të tjerë portier të mëdhenj si Dino Zoff i dyti në 73-shin, Gigi Buffon i dyti në 2006-ën, Oliver Kahn dhe Manuel Neuer nuk kanë dalë duke renditur vetëm në podium.